është diskutuar besoj vetëm publik, por nuk jam e informuar që ka pas në lëvizje konkrete, dhe sidoqoftë unë besoj që opozita ka më bashku mazvedheve në qeveri, dhe ajo është ideja, dhe kjo është synimi që na e kemë. Unë besoj që është jashtëzakonisht e mundshme, edhe është e domosdoshme, jo vetëm e mundshme, po ka me qenë e domosdoshme. Partitë opozitore bashkohen në qeveri mas zgjedhjeve normalisht me qëllimin që me maksimalizu mbështetjen që e kanë prej qytetarëve për me pas absolutisht edhe me shmong definitivisht që të kësnimin e Kurtit që kam ju që apel zgjedhje, aje tha edhe pak para se më shpat zgjedhje, ka kemë pas zgjedhje në vjesh, ka me pas zgjedhje në pranverë, dhe me unë jam ai që e vendosi, edhe jo veç kuptimin programor e projekteve, po në kuptimin e kuatit, po tash, unë e di që nuk është vepër penale, më ka një padijshëm edhe budor, që shumë mush parlamente. Po, kjo duhet më kalu si stot, edhe unë jam e bindur që ka me kalu. Kështu që unë e shë bashkimin që to, bashkimin, koalicionin, projektin e përbasht për një periudhë caktuar, sepse cila parti e ka rrugën e vetë, ka me pas për gjithmonë rrugën e vetë. E vetë një parti që duhet me kuptu që në një vend nuk duhesh me sundu edhe një pas gjitha vetë, është vetë vendosja. Kështu që edhe mas këtyre zgjedhjeve, ajo duhet me kuptu që duhet me bëha dhe koalicione, duhet me bëha dhe marrëveshje, qoftë me PDK-n, nuk ka nevojë mututas për PDK-s as Albine, qoftë me AK-n, qoftë me LDK-n, qoftë edhe me Fatmilime nëse do t'jetë pjesë e këtij kuvendit të ri, ndërsa partitë të tjera e din këto, e din sepse e kanë provuar edhe më herët, e provojnë edhe tash, edhe besoj që nuk do ta kenë problem që të bëjnë koalicione me njëra tjetrën. Kështu që veç Albin, gjitha partitë, që veç Albin Kurti do ta kuptoj. Jo, çfarë tha Burimi tha opozita sotshme do të bëj koalicion për ta përballë Kurtit. Mundet me ekzistuar në platformë paraprake, para se me na thonë do e bëjmë mas zgjedhjeve. Nëse do të që kjo të qa keni me Prishtinë. Jo, nëse Albin Kurti... Sot Prishtina, ku mas një mujt pas keme bo bërë. Nëse Albin Kurti do dalë si fuqi. Një gjatë duhet me kuptu. Unë përpëdham se se cila parti, ka me se cilën parti nivel komunal, është e qartë se leadershipi se cilët parti duhet me ndo nivelin komunal me platformën, programën nacional. A ka motive tjera? Unë thash, nuk pi komentoj, mundet me pas motive tjera, si janë teme janë, nëse ka motive tjera. Do me kuptu dhe partitë opozitare, ashtu që nuk kanë mund 2014 me rëzu Hashim Thaqin edhe me qute shpia si kur partia e parë që ka dalë, të shpia kushtimish kështu, që ka dalë si partia e parë, është dashë me bëni koalicion me to, sot duhet me kuptu e njëta nuk mundet me bë me Albin Kurtin. Sepse nëse Albin Kurti del prap i pare, nëse prap e ka një numër të madh të votave, duhesh me mendu, prandaj që Zona ka thotë para zgjedhjeve 28 dhjetorit, unë i kom thënë, Albin Kurti ka një fuqi politiki, ka 42% dhe duhet me ba marrëveshje me vetëvendosin jo me PDK-n LDK-ja. Qëto i kom thënë presingu qëto. Dhe unë mendoj që nëse Albin Kurti prap nëse del i pari, nëse merë një numër të konsiderueshëm të votave, ose PDK-ja, ose LDK-ja duhet me hyrë në koalicion me Albin Kurti. Po veç vjose, nuk e besoj që ka me detyrimisht. Se detyrimisht. Sepse ka vota shumë. Amo pëse na qutë zhjeve. Është mendimi Jo ka të zhjeve, nëse kjo ndodhë, amo pëse na qutë zhjeve, keni mujtë me postat. Edhe mos dalim kur për këti redhë pëse se veç këna pëse na qutë zhjeve. Keni mujtë me postat. Automatikisht nuk ta konë qeveria. Unë jam ka një koalicion me LDK-s dhe vetëvendosës edhe para 28 dhjetorit. Që unala i lërë. Nalë pak. Unala, se jeni në ciklet. Unë që ciklet, ti jenë ciklet. Ti jenë ciklet. Mos me kuptoj pëse ju jeni në ciklet. Zona tha diçka i lirë, që nuk o që se mendojnë. Pyetja është, pse nuk bënet
O vlla, që dhe Vitin e Albini, kaluar. jo shtash që s'bënë të koalicion me Albinin, se bëna qonin zgjedhje pik dverës. Nëse është të mundshme, edhe nëse ishtë dashme bo koalicion me vetëvendosjen. Për çka po shkojnë me shto që shorë në zgjedhje? Që kjo pyetje do të më shtu. Nëse thu që shtu që, kjo i bën që ti përdojnë ma shumë pushtet, me nga qeverisë. A u i ka dhonë për shtet, bëdhoja për shamë në të Nëse po thu që vitin e kaluar ashtë gjysën e qeverisë. Po dëshën pushtet, është legjitime për një parti politike. Se merr më tepër përçin edhe negocion që se pas ke Albin Kurtin, e pas ke përparimin tonë me nga qeverisë Kurtit. Ti besën që kemi fitu ma shumë. Ama për që nuk shkohet zgjedhja. Po nuk shkohet, dhe qërë. Ate nuk shkohet zgjedhja se pidu edhe 2 ministri Jo, mondia. ose përdu dhe presidente. Po shkoj zgjedhja se të përdu dhe presidente, për reklamë të njëftë. Nëse fituesi është i parë, edhe nuk din me menaxhu situatën. Qëra që Albin Kurti ishte desh me marr shembull për parim Ramën që ka bë. Ti nëse nuk je jaftë, Gjithë ne kisha thonë me marr shembull, veç çfarë. Nëse nuk je jaftë, ti me 51% me negociu, me i sjell në tavolinë edhe me i shtin në sjetull me bë partneritet me parti tjera, nuk ka faj kërkush. Edhe ka të drejtë, edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, me kalkulua, me thonë, diçka po shkojnë në zgjedhje, nështë ta i marrë 3 ministri ma shumë. Kjo këtë legjitime. Kështu që ky argument Na duhet me zgjedh çështjen e presidentit. Çka isha të thonë praktikisht zona e tha në një pjesë të asaj që duhet me qenë pozicionimi i vetë LDK-s, unë besoj që i nimon LDK-s. Zona kërë sinqertë. Po, sinqertë është. Nëse kjo, që menojnë, edhe në PDK, edhe në LDK. Që në të dyja rastet, LDK-s i nimon. Me thonë, platforma jonë synon përmes bashkimit me Vjosën me urrit, me bo Vjosën presidente dhe me marë pak ma shumë hise në qeveri me Albin Kurtin, unë besoj që i nimon elektoralisht. Dhe në rastin tjetër, me thonë që na po bojemi, tash i le po vje dhe ane ka ju, edhe me thonë, unë e besoj fuqishëm që Albin Kurti nuk duhet me qeveris, dhe duhet më bashku me PDK-n me AK-n, edhe kjo i nimon. Për në të dyja rastet i nimon, veç nuk i nimon me ne që situatë amullis edhe mjegullës së krijume të mos pozicionimit. Nuk ka mundësi unë me bind votusin tem pa e bind njerë vetën. Sa e she, ajo është lloj përqimi edhe një lloj intuite krijohet aty. Më thonë, në momentin që ti vendos se çka është orientimi yt në këto zgjedhje, mas këtyre zgjedhjeve, dhe je i guximshëm me thonë, atëherë ki fitu pozicion dhe besoj që kemi fitu edhe simpati elektorale. Zona po thot për demokracinë e brendshme dhe rastin e përparim Ramës. Zonë, në çfarë do lloj entiteti që ti futesh, në rastin konkret parti politike, demokracia nuk nënkupton anarki që s'ka kur fa rregull aty. Ka organet partisë, respektohet vullneti shumicës dhe të tjerat që vinë pas. Me u qut është një kryetar. Me thonë, unë nuk po kaloj në organet partisë, po vendosi kryen veti. Me bo një koalicion, kjo nuk është demokratike. Edhe LDK-ja që në komunikat. Dhe LDK-ja. Demokratike thash, sa i përket për Vjosa Osmani. Jo, the demokratike edhe ato që e ka po përparim Rama. Edhe në anën tjetër LDK-ja. Dhe zoti Abdi Gjiko. Në momenti që nuk e ka guximin sot në konferencë, kur ka dalë, me thonë, ai person nuk ka të bëj kur gjo me LDK-n, edhe ai është mrena një, se më thonë, terrenit qullt, se ti momenti që një antar, ose hajde jo antar, kryetar, që ka fitu përmes platformës tome, nuk e respekton as një vendim partisht, ti do të me pas një lloj distancimi. Se unë besoj që i bëjnë hajra LDK-s në afat gjatë, se këtë situatu do që si mja dërzu vetëvendosjes mas 3 vjetë Prishtinën. Nuk e di çfarë plani kanë, urani dhe përparimi, nëse e zgjidhin këtë situatë tutje, me të veç nëse e bëjnë e mrekulli, ama që këllë e përbashkimi, në qëtë perceptim, vetëvendosja veç me të me qëllum kandidatë.